Etnik Bruti po bëhet gati për një eksperiencë të re jashtë Kosovës. Aktualisht për javën vetëm disa muaj të mbetur në kontratë, ndërsa Malisheva pretendon të përfitojë nga shitja e kartonit. Për 21 vjeçarin u raportua një kërkesë e bujshme prej 800.000 eurosh, ndërsa Kluzhi ishte interesuar për shërbimet e tij. Asgjë nuk është e vërtetë dhe nuk do të ketë një transferim të tillë rekord nga Malisheva. Bruti nuk ka pranuar rinovimin dhe kjo shifër është e egzageruar. Mesfushori ndërkohë vendosi që të largohet nga Kosova U21 për të përfaqësuar Shqipërinë. Tashmë është pjesë e ekipit U21 të Shqipërisë. Tekomtarja fitoi ftesën në fillim, por asnjëherë nuk u llogarit për ndeshje deri tani.